Shqipërinë humbi, sigurisht. Jo për pjesën e lojës futbollit, se zoti Vučić tha që mua... Si ishte me Kosovën ndeshje? Ishte me Shqipërinë, si ishte me Kosovën? Një është, një kombëtare kemi. Zoti Abazi, pavarësisht të ndeshjes... Edhe Kosova është duke fituar ndaj Suedisë. Patjetër, edhe ne duhet të rëkasim akoma dhe më fort, edhe Kosovën edhe Shqipërinë sa luajnë. Zoti Abazi, le të themi që ndeshja u konsiderua nga zoti Vučić si diçka anësore dhe tha që fitoria më e madhe për ne duhet të jetë në një rang tjetër në atë të zgjedhjeve. Në këtë palë zgjedhje, mendoni se Serbia doli me fituar apo me humbur? Fitoi terren apo humbi terren? Sipas jush? Jo, nëse jemi në kujtesën e diskutimit, do të thotë kjo është pjesë absolutisht e skenarit të Serbisë, e cila realisht tërhoqi strukturat paralele pas nënshkrimit marrëveshjes në orën në Bruksel në mënyrë të heshtur dhe lejoi që në një formë ose tjetër me veprimet e Kurtit të hyjë Kosova në aksionet të Bashkimit Evropian dhe tash së fundmi edhe me marrëdhëniet ngrira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe rikthimi i tyre është pjesë e skenarit ashtu siç e ka parapor Vučić dhe njerëzit e tij, sigurisht edhe ata që përcjellin afër procesin e zhvillimeve në Kosovë, sepse çfarë fitoi Serbia në këto 4 vite të bllokimit Kosovës dhe sanksioneve edhe financiare dhe politike, në anën tjetër Serbia as nuk u dënua për Banjskën, as për veprime tjera, vazhdoi të lëvroj kapacitetet tjera financiare nga Bashkimi Evropian, nënshkroi një marrëveshje strategjike me Gjermaninë, gjithashtu edhe me Francën për çështjen e ushtrisë dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për energjinë, duke ruajtur dominancën e një lojtari dominant në Ballkanin Perëndimor, përderisa Kosova në anën tjetër bëri populizëm. Për 4 vite tani ju dorëzohet këtyre komunave në dorë i gjithë infrastruktura komunale në veriun e Kosovës. Okej, Mete. Kthimi i kryetarëve serb në komunat me shumicë serbe do të jetë një sprovë e vështirë që do ta vendosë një situatë jo të lehtë marrëdhënien e këtyre komunave me qeverinë Kurti dhe besoj që do të jetë në realitet tërësisht tjetër, do të jetë një mjet më shumë në duart e zotit Vučić për të ndikuar apo për të ndikuar në politikën e brendshme të Kosovës. Dhe duhet parë se si do t'i qaset qeveria Kurti çdo lloj provokimi të mundshëm që mund të vijë nga këto administratë që tashmë do të kenë kryetarët e tyre serb. Është ndoshta për të parë që qeveria Kurti do të përballet me një situatë të tillë, sepse në mandatin e shkuar kryetarët siç e dim ishin me 200 vota të vendosur, tashmë një situatë tërësisht tjetër dhe besoj që kjo do t'i ndihmojë zotit Vučić të tentojë të jetë më prezent në politikën e brendshme të Kosovës, të tentojë të ringjallë disa teza apo provokime të vjetra që ai ka patur më parë, dhe do të jetë me shumë interes për të parë se si qeveria Kurti. Tashmë në një pozicion ndërkombëtar. A do kemi të njëjtin panoramë në veri siç e kemi patur më parë? Kjo është e vështirë të thuhet. Unë besoj që do të jetë shumë e vështirë për qeverinë Kurti për të administruar këtë situatë të re, kur komunat me shumicë. Situatën e vjetër e mbaj mend mënyrën se si ishte, le të themi, një lloj shtetërrethimi nga Beogradi zyrtar në veri të Kosovës. Vizitën e zotit Kurti her pas here. Tashmë situata do të jetë krejt ndryshe sepse do të jenë kryetarët serb në ato zyra dhe nuk besoj se do të ketë të lirshmëri dhe ai për të shkuar për të bërë ato paradat e famshme me truproja etj. Kështu që nga ana tjetër duhet dhe ai të gjejë një qasje apo një çelës komunikimi me këto kryetar komunash, sepse ai tashmë ka një presion ndërkombëtar të shfaqur, të shprehur, është një marrëdhënie jo të mira me Shtetet e Bashkuara dhe një problem shtesë në këtë kuptim që lidhet me komunat serbe do të ishte shumë në dëm të tij. Ndaj besoj që duhet gjejë një mekanizëm për ta zhbllokuar marrëdhënien e re në mënyrë që të mos i mbarset më shumë dhe të kthehet në problem. Qartë, Zerapi? Serbët tentuan ta radikalizojnë situatën duke u përpjekur që të dalin nga format demokratike të pushtetit, ata hoqën dorë nga komunat, dhe ndërheqën nga drejtimi komunave të tyre, me qëllim për të radikalizuar në maksimum, base të gjitha këto ishin pjesë e një skenari i cili kulmoi edhe me sulmin e Banjskës që ndodhi. Mirë po, në të morën një goditje tepër të rëndë, morën goditje qoftë edhe nga qeveria e Kosovës, që u tregua shumë e ashpër, morëm dhe nga faktori ndërkombëtar,
që u treguan akoma dhe më të ashpër, mbase megjithse ishin goxha të ashpër në qëndrimet e Albinit, e Kurtit, në rastin e Banjsës e dënuan tepër rënd. Atëherë u ndodhen përpara një disfate dhe pa rrugëzgjidhje se si a do të ndryshonin kurs, a do të rifuteshin në formën demokratike, të shfrytëzojnë format demokratike për marrjen e pushtetit edhe të shfrytëzojnë maksimumin që u jep dhe kushtetuta. Dhe me sa duket ata filluan, u rikthyen tek një proces i tillë, bën atë ankimimin në gjykatën kushtetuese, i cili ishte një ankimim, le të themi, i zgjuar që ja u jep këtë të drejtë kushtetuta, sepse tillë është ngritur kushtetuta e Kosovës, dhe tani mendoj që do të shfrytëzojnë të gjitha format për të penguar ecjen e agjendës së, le të themi, sovranizmit të Kosovës, cilin